Shumica e kompanive që unë shikoj, markat e mëdhaja dhe po flas për markat që kanë vite në biznes, harrojnë se si marketingu tradicional ka evoluar. Ata akoma fokusohen tek çfarë ata ofrojnë dhe si ata janë ndryshe në market, si produkti i tyre është më i lirë, por harrojnë që target audience atyre ka ndryshuar ndër vite. Çfarë ka ndryshuar? Përveç se çfarë dhe kjo kompani duhet të përdori pse target audience, pse unë duhet të blej nga ju. Çfarë është përdorur më shumë për të mësuar audiencës se cilat benefitet të kompanisë në një farë mënyrë, çfarë bën këtë kompani ndryshe. Pra unë edukohem. Si në këtë rast tregon pak a shumë më shumë për besimin ndaj kompanisë, se si ata janë zhvilluar në një kohë të shkurtër, se si ata kanë rritur biznesin e tyre, si produkti i tyre kanë ndihmuar të tjerët. Por ajo që unë vërtet si target audienca juaj, si ai personi që do blej nga ju, do ndryshoj nga një person që ju bëri follow tek klient, është që më thoni pse. Pse nisët të kompani, pse nisët të shërbime. Nëse juve më tregoni pse, dhe unë ndjem si thua sikur po flas me njëri që njoh, si me shokun, unë do filloj të ndjem më e lidhur me kompaninë. Arsyeja se për shembull shumë sipërmarrës blej nga shërbimet e mia, nga agjësia e marketingut, blej nga mentorimet e mia, është sepse unë dal dhe tregoj pse, si e kam nisur rrugëtimin tim, pse jam këtu, pse kam nisur të komunitet, pse bëj video. Pra lidhen më shumë me mua dhe ato i kthejnë ata nga follower në një prospektiv apo dhe të kthehen në klient.